Prej kohësh në TikTok ajo ofron disponim atmosferë, por Agneta im shoh bë virale së fundmi me një shpërthim emocional nga pushimet në Dubai. Për jetën e vështirë, për akuzat e kundër përgjigjet, ajo rrëfetësonte pas rrëmujës që shkaktojnë TikTok, aty ku është prej 4 vitesh tashmë. Unë kom nis në 2021 në TikTokin dhe kam vazhdu vetëm 1 vjet në TikTok dhe ka shku shumë mirë. Nuk ka shku mirë me komente, nejse njerëz të pak, se kom shumë dasha mirë, po komentet kanë qenë shumë këshia, gjithkohën ka qenë lëndime, fjallë këshia, po ka shku shumë mirë 1 vjet. Mas 1 vjet e kom lonë, kom pauzu 2 vjet. Tash jam kthy, jo shumë, hi për shembull 1 natë, nuk hi 10 ditë, hi 3 ditë, hi 3 muj, ma nuk hi shpesh. Po tash e kam nis me hi pak më aktive, edhe erdha pushim, edhe pisho skandalet. Nuk se shumë njerëz më shujnë opse po prekesh pi fjalëve. Nuk është që po prekna pi fjalëve, se unë mësova që të 4 vjet në TikTok tum poshtnu, tum qit poshtë, kam shukat. Unë tash 1 vjet mujin e 9-10 kam qenë në Dubai, njëjtat gjana i kam pas, po kam shukat. Zoti thot, ne thot, dura, thot se mulja ma ndorë dhe kam duru, mi kanë qu skren video që më kanë shajt shumë goca, ajo shku atje me filanin, shku me fistekin, unë e këto kur vi, unë e vi me ndirë steme, ka do që shkaj pushim. Unë jam moshën 42 vjeqare, unë e ka shkaj, gjithmonë jam shku pushimeve, jam shku me fëmijët e mi, me familje teme. Po shumë bullizime, fjalla kur non-stop është e na, ton kuantum po shtërsu. Qëta shirë në Dubai, fillova me postu do video, fillon me më shajt, me mbo, lujta 1 dit me Rasimin, edhe më kishin njeri shumë respektan, për mua shumë i mirë, edhe unë e respektan. Një njeri kur më respektan, unë ja kthej respektin bas, jam njeri shumë respektushëm. Masa ndej dola, bas 10 minutave kur pojin TikTok, mi kishin mbo skrin, fotot e mija, me roba plazhe, edhe i kishin qitë Rasimi që a kish pol, që ki shajt femna, i ka shajt femna para 1 muje. Edhe kishin shkrua ty meme që qëra Agneta masi që i dull prej Rasimi sa shumë peshana Agneta. A njeri po më kontakton, tha lute mos o mërzit, tha se s'është e vërtet, ky sen tash unë e di që kjo është që 10 dit kjo video që ki qiti, po që shka boj njerës. Që aty degradova. Edhe fillun shumë fjallë këshia në për komente, edhe hina në TikTok, hina shumë me qitë, shumë mirë, se njerëz të më gjohin që jam Agneta pozitive, Agneta me shumë dashni, Agneta me muzik, unë jam që si njeri, si jetë private, si kur në TikTok. Edhe fillova me fol me ta, thash hej qani tu bo kështu, bol me këtu fjallë, bol me këtë fjallë kurv, ju lutem stop. Edhe fillu njerëz me shajt, me kesh, edhe u qarta, që e vladi jem nuk më gjofti, se i kom bo 42 vjetë, unë e kur vetën se kom pa në gjendje. Por ofendime ndaj saj nuk kanë ardhur vetëm nga meshkujt, fatkeqësisht edhe nga femrat. Njerëz që më gjojnë mu e din qika qikës ku jam, unë jam qika qikës e Kopiliqit, që një tregtarit kosovar, që gjysh jam ka qenë miliarder vitet 70-a dhe 80-a, unë jam rritë shumë mirë. Kështu që njerëz nuk më gjojnë, s'kam faj që më shojnë se njerëz nuk më gjojnë mu, po më gjojnë rrethina jeme, fa shpirti ko Agneta. Mu vjen keq mas shumë te, okej, kom shukat non-stop, sa më kanë shajt TikTok ekstrem shumë. Që ma bëjke familje em kanë njerë del mëre, del që shpo qartën tjerë, jo, të isha mund ka mbare. Unë me të kalzu drejt, Angel, unë kur jam hi live para 2 vjete, hisha me gocat materiacion, si hisha me to, njerës më shushin, të hishim pëse s'po del, që shpo keshin me ty, që shka po bojnë, unë thesha shuni, s'muj mi qit njerë si me përzo musafirin, leni, keshin vajzat me mu, se unë njëri që kënaj, gjyskonge, lidhje pa lidhje, jam se vdali, qa me bo? Ato keshin, nuk kom mujtë kur me qit di kam pilaki se më kar keq, kur jom dojnë bërthet që njerës të misi kisha shka 600 veta, unë i kam përshemë 700 veta, më dojnë 20 më shojnë. Edhe, kur delsha të ishin Agneta, pëse s'pi hek, pëse s'pi utush ec, jo të isha se mu vjen bare me hek njerës. E din krejt, se kjo ka me dal ka mu pa, ata njerës të mirë që më djekin mu, dasha mirë të mi, që i du ma shumë tim bot, ata e din krejt. Ata më thëshin pëse ndajte, 4-5 loj, ajo të keshi, ajo qas bajke, komentet të ndena, të ushru gjithshka për ty, të kesh. Jo, unë të isha s'ko shansë në me bo këtë sen, si me përzoni musafir në shpet. Kur e ndalësha, unë e kam një të mirë që unë nuk moj mu përla me njerë, se s'ma ban karakteri. Mu më ban njeri keq, unë e blokaj.
del shaja po qa blok edhe u kry. S'mojën e nuk e kam moshën o Angel dhe mu kap mu përla me femna. Unë jam shumë feministe, unë jam shumë e dashtme. Njerës që kanë hongër buk me mu e që kanë dajt me mu e din kush është Agneta. Unë jam shumë humane, unë e deshi teshen pi trupit unë ja fali njerit. Unë qka kam shpirt unë e fali, mu së ndimet kur shkafi. Unë du dashni, unë du respekt, që të duja të du. Parja shkon e vjen, ndështë ka ndosë kom pas buk me hongër. Po, njeri hyp edhe shdryp, jeta është dalap. Edhe këto sendim kam beku shumë që tash që erdha me vladin tem, që i kam punon 12 orë në dite, edhe djali, ndirsa jeme, e me dhe më muqit poshtë, me thonë e pagujti filani, e pagujti fisteki, nuk më ka pagu mu as kush njet ndo një gja. Unë e kom bajt vetën vetë që 15 vjetë që jam none vetëme. Non-stop jam e shame, non-stop, mu që kja ato më pengu të na shqiptaret, që femna ka shumë përshtnohet, na shtypin si hudra. Jo, është gjuna i madh, jena femna, jena gjinje but, jena dashme, a din sa dhem me të lëndu dikush. Me kësh në Dubai, përse përdori terme sërbisht? Durim, të gjitha, na e tregon sonte ajo. Unë jam Dubai me vajzën teme, unë nuk kam kontakt me askënd, mundeni me kontaktu personat, në fjallë që po përmenden, se s'kom nevoj me përmend emnin, nuk kam kontakt me askënd, mu s'm ka pagu askush, unë ju thash atë natë në TikTok që më qitën privetës, o jam bon gjendje vetëm me kap telefonin dhe me qitë kontën teme. O njerëz, lemni rahat, leni gjykime, nësë të femna shahet, shtypet, fjalla kur një, dy është. Kjo nuk është normal o Angel që apo ndodhë të na, mu vjen shumë keq, pri njerëzve atë na që shragova, se s'ma kam pat unë në negative kur njëtën tem, unë gjithmonë jam kom pozitive. Ase vlad jem s'ma ka pat unë me, unë e mu qartë me shku me kajtë në live, po për i me ma nxirën pi hunde dhe thash, se jonë të më kritiku, pakica, shumica, shihen komentet, se unë kam hijat natë, kam bërtit edhe kam shajt. Po du me dojtë ashtë e shajt, mas jam të gjuku pri njerëzve të ligë, se karakterin tem në gjojnë tanë. Po, për këtë gjuhes, unë jam një njeri e gjeneratës vjetër. Unë kur kam shku në shkollë, në pej, orën e partë të mësimit unë e kam pas tërbisht. E sot këta dun me konë flumëtër, që një mallja dhe mja shari nga ka shliru neve, edhe ku shkojnë shkollë e kanë shqip, edhe zgjidhin qka kanë qef anglisht e qka dojnë. Edhe nana ka mbet me pas, i kena shpreket, po m'jen keq me thonë, po për thamë si mënyrë të bebave, u ti të matël kom thonë atë natë, edhe kom dojnë. Se po m'jen keq se më shani publikiter. Edhe, besoj që për kuptan që du me thonë? Po. Edhe, hina atë natë, shojta në gjuhën, me tregu drejt, gjuha sërbe, gjuha boshnjake dhe gjuha kroate është njajt. Edhe me di gjuha është pasuni, nuk është kur zhurë rëndim. Edhe unë e shojta me qatë gjuhë, edhe më thane qëra Agneta po na shanë shqiptartë. Unë qka e thamë, nuk e këthejmë bas. Qa kom thonë TikTok, unë e kom me thonë edhe sot këto. Unë thash, jeni bosi sërbë, jeni të na shkel. Para lufte na e na shkel. Na nuk e na pas siguri para lufte me dalë deri në pazar me ble harsh, se ti ki dalë pazar, një qëtunde dhe krejt tezga ti ka grotullu sërbe, specialca. Nuk e ki pas të siguri më këthys të njërë në shpet. Sot në Kosovë, Adem Jashari na ka shliru, edhe na nuk e të reshgojmë rinin. Vjen keq që rinia sotit nuk e jadim vlerën paqes. E gjithë kjo shumë e madhe ka pasur edhe efektin psikologjik. Unë veç kam pajt, më ka kërsit një kapilari syve, qëto prej kajtmit madh. Nuk kam qenë mirë, kam qenë shumë keq, se është i nati me ta hup ndirësen. Gjithmonë qyshem ka thora me shpirti paqt, ndirësen tonë dhe nuk bërë me ta hup kërkush. Shtu që nuk e di, shumë zërë, e kom pas zërë, nuk u konë mirë. Sonte pak jom përmirësu, mbas nesër vjen familja, jonë mërzit gjithë, se nuk është mirë që të sende që pëndolin, a më ju kësha lut njerës, qika, stop, mi thonë jona tjetër skurv, zambrat e mija. Stop, se shumë është dhimt kësen, mi thonë, tonë konë jona tjetërës, ti e kështu, ti e ashtu. Ka shumë gjelozit madhe, Angel, gjelozia e madhe është, nuk e di. Unë jam një njeri që jepi shumë respekt, unë jam një njeri që jepi shumë dashni, njerëz të mi që ndjekin, e din kush është Agneta.
Nuk e di që me thonë, nuk e ka me lon TikTok-in, se shumë njerëz të mendu që i ka me lon Agneta TikTok-in. Agneta TikTok-in se lën kohë, unë e bëj pauza, po unë jam një femën, unë jam shqiptare, unë jam krenare që jam shqipe. Unë jam burnesh, unë jam femën e fort, unë kom kalu shumë sende në jetë, unë kom përjetu luftë. Për që ata po tham, e kena lirin sot, edhe nuk fjalldim vlerën lirisë. Dohet femna me burë, thiret kurvë. Femna të reja, thiren kurva, femni shpresëm të i përdor shumë shpesh. Nuk jam një njeri negativ, që më kanë qitë pri vetës atë det, vjen shumë keqa ka ndodhë, unë i kërkoj falje, dasha mirë vetë mi, besa edhe shumë faleminderit për krejtve se qka ka që më kanë shkru qëto 4 dit, mbi 10.000 veta, ti kom qu edhe ty skrin, i ki pa, Agneta të lutem, që të sahu, Agneta lej njerës. Nuk po më pengon fjallë të halve të thash edhe ma heret, se 6 herë që jam marrë to, unë e kom pasu probleme që 4 vjetë, unë jam e bëllizume, unë e me të kalzu drejt, unë jam e shtyp me si me shtyp një huder. A më kom shukat si jam një njeri shumë i durushëm. Duraj shumë, po për i me edhe njeri kur duraj shumë eksplodant. Po pa gjëm heq krejt, e din shoqënia rrethe që kanë komuniku me mu, më kam pa snap, një 2 qika që komunikaj me ton TikTok, më kam pa që në nuk kom flajt e që në ka ndoll, se kom qitë starje, ka ndoll nuk kom flajt deri një ditës, një kom flejt, as s'ka pas shans me dalë plazhas. Këtu 5 ditë më kanë shku Rock Hotel. Prej gjykimeve, prej kujt? Prej gjakut ton, prej gjakit ton. Hajde t'ishin që aton, o flasën se ju këna fitu Kosovën. Gjaki janë e shon gjakin e vetë, a ka ma rënd. O Adem, quva Adem kështë që du bon Kosovë sa vrasja, o Adem. Ti e jepe gjakin, e jepe familjen. Se kur kam shku të Adem Jashari, në Drenic, shpirtim ka kajt. Thonë ata njerëz janë him, varë, në tokë, fëmi, gra, bura, për çka? Për na sot me pas liri. Na sot dhe kena liri, se kena shkam. Po ti s'ki sot siguri me dalë me pi një kafe apo një dalë me një familje, se vjen plumi ka kryt për njerëzve. Për një parking kapen sot. Hej, për një parking njeri sot jenë dhe. Njerëzit shpes flasin pa diturat që fshihet prapa. Jeta Agnetës nuk ka qenë as pak e lehtë për të hequr shërin në rrjetet sociale. Unë kam kalu shumë sende. Unë jam martu moshën 17 vjeçare. Dhe jam ndan 2011. Prej 2011-s unë jam e vetme. I kam prit fëmijët vet. Po mbas që jam ndan, mbas 9 muaj më ka vdek mami. Dhe ka qenë tragjedi e madhe vdekja e mamit, se kur s'kem pas vdekje në familje dhe ka qenë vdekja e parë që jena prebu. Mas 4 vjetit mamit më ka vdek babi, unë kam pritu shumë sende. E kam shpirtin e frymë edhe që dokna për shembull mirë mu pa, ku zën brema është e kam, brendon këtë jetën kam e vu që i kom hu brendun e kom hu frymën tem, unë sot jetoj pa frymë, nona e më kom fryma jeme. Edhe njerëz nuk e din normal, ju unë i tregoj se jam shumë reale, e din TikTok-i që unë kam vujt, ju tregoj shumë se unë tham, nuk jam diva, se dikush thot, o atë mbajnë me buk, o atë këshyrin. Jo me avoj, në deshta shiva lava, pa lova tesha, u vesha dhe jina në TikTok me full me juve. Unë jam njëjtësi, jo. Shi, laj, dal blej haqë, besa më majën dur të bajt haqë. Jam si krejt njerëz. Po, se di, o prish shumë TikTok-i, po shohem shumë e njëri tjetrin. Agneta ka vujt shumë, edhe TikTok-i që tash knaqe i krejt, e knaqe. Po shpresoj që e bëhet mirë, unë jam kundër çdo sende që po ndodhin në Kosovë, vrasje, bullizime, me hin TikTok ti vetëm ki, edhe është shumë interesant që ku ka që aty shumë probleme, e kanë marrë që taktik për me pas shumë shikueshmëri, vetëm me të këqija. Unë kam shumë shikueshmëri. Unë kam ka 2000 veta për jam live. Edhe hi me darme që kur e ndali ka një herë, jo ka 17.000, 35.000 që kanë hi kanë dalë që më kanë pa. Po tone nuk ka qajt me, tonë ka veç respekt, veç dashni. Edhe këndoj tonë kohën. Se këtë na thonë bej, gjithmonë nuk konë qadër buri, thonë buri o shadra e shpis. Po tash s'kena bura që me bo, konë fati qështu që shumë ka femna jashtë si one. U konë fati jena nda, i kena rritë fëmijë. Faleminderit Zotit, unë nuk kam pas ndihmë shumë pri babës fëmijëve, edhe që jam nda, e kam pas gjithmonë një komunikim fantazi, që 3 vjetë s'kam besu njerëz që jena da, se e kom respektu, më ka respektu, e kena një komunikim fantazi shokjena, po ka kalu koha se që 15 vjetë. Kështu që po vjen keq ka të ndoll ditët e sotme, unë e kisha dash një lut, please, bëni një matë mirë.
jep një dashni, kur gjo nuk kushton, asnjë gjë. Fjala e keqe e rëndon njerin shumë. Ka njerëz që i marrin shumë nga zemrës, une i kom marrë nga zemrës, po jam një njeri shumë durimtar, duroj shumë. Mu sa kic kryt me ma fut, une duroj shumë, po eskalova në life, se për i me e të prun, që aty kur kom bërtit, fillon shumë me kesh, të më thonë gjëshka, devijova, që e vladi jam së në gjofte. Vjen kesh. Komente për Dubai kishte marrë edhe më herët, pa e ditur se destinacioni final do t'ishte një vend i shenjtë. Gjithçka për Agnetën nisi nga një ëndër. Se unë kur kam marrë Dubai, unë kam nisë për me shkun qabe, kam dejtu 4 ditë, edhe kam pas shumë fjallë këshia ka shkun Dubai, Agneta, me sheika, me ndër me thojnë, edhe i ngoj. Unë kam shkun Dubai me familjen teme, kam marrë 4 ditë, kam shkun Saudi Arabia, Agneta ka shku vendin e ondrave të veta që Allahi ma ka qu ondrën. E kom pa një ondër, masim ka dik mami, ta zhvon, edhe shumë interesant në kone ondër, për me shku në qabe më falë. E kom pa qaben vetëm krejt pat, gjenet e shisha vetën të fluturu. Por e kom pa që atë ondër, jom qu të qajtë dhe e kom thirë motrën telefoni, kom thonë, unë e kom pa qaben ondër, unë e du me shku. Edhe Allahi faleminderit Zotit që ja pas ka shkru Zoti Agnetës në këtë botë, me më shkel koma jeme, në vendin e shejt. Unë kur jom hi atje, mu këtë shpirti mu ka dridh. Ku më thonë, Allah faleminderit që ma prune me ardhë mu lutë për mamin që kom tokë, e për babin, e për gjyshit e me, e familjarët e me. Kështu që eksperienca me e mira njët e jemja, nëse në vetë dikur shka ka qenë, asgjë njët përveç mekes qabes. Edhe njerëz më shajnë, bojnë, unë e kam falë 5 vakte, tash një 7-8 muj i kom lënë, se nuk kam qenë mirë, kismet kur shkoj në Norvegji prap du më falë se Allah i mjefton atë mirat. Kam shumë isha rejtë, më qënë Zoti shumë djenja, arsyeja se jam shumë njeri mirë. Nuk më lëndë qëre, unë e kom dash më bo këngëtare, ka qenë ondra jeme, po Zoti nuk më paskalon më bo këngëtare. Arsyeja që jam shumë njeri ndishëm, se qëre Zoti më testoj me TikTok që qëre Agnet nuk je përbalushme me duru të këtu gjukime. Edhe Allah se ka shkru më bo këngëtare, e ka shkru më bo nonë, meri 2 fëmijë, kom 2 fëmijë si Gjyli, edhe i kom si 2 bodyguarda. Kështu që e falenderoj Zotin për tonat mirat edhe falenderoj Zotin për krejt ondra që më kanë realizu. Edhe elhamdulillah për Zotit, o Allah faleminderit, që unë e kam shumë punë të mirë, nuk i kam punë mirë për njerëzve, i kam punë vetë self-made. Agneta është self-made. Agneta kur, me s'kallzu drejt, një parfim s'ma ka beti kush. Për kundrazi, njerëzit që kanë dajt me mu bucara me dal me folë para ekranit, kush është Agneta. Agneta i mban njerëz me buk, me pare, me krejt, me gjitha, kompakte. Mus më ban kur kush, për kundrazi unë i kom bajt njerëz, po m'jen keq mi qit, po e din ata. Në TikTok do vazhdoj, por a ka synim gjetjen e një partnerim? Unë më koni njeri gjithë i dashtom edhe gjithmonë kom pas qef me pas një partner njët, me pas dashni edhe respekt. Po në ditë soqit nuk ka. Ti e ki një partner, unë trathin se duraj. Trathin nuk e fali kur. Jam trathu, nuk trathoj kur. Një njeri që unë e nëzo të shkru me dikon tjetër, apo një follow dikuj tjetër, jo se qas ta baj, mos ma ba. Kur ta baj të keqen, mos ma ba. Nuk e kom gjetë kur një njeri me karakter të fort që kam une. Mu e më shtin ndër 100 bura, unë nuk i këshyri njerët në sy. Unë e kom karakter të fort, si këshyri njerës. Kom respekt mal, e që pëthur të partnerin nuk o dojl. A i duhuri, hajla, edhe nuk jam e interesume, du me ndajt single, du me ndajt me fëmijët e mi. Nuk e pas ka shru Zoti me pas një person jetë, unë që 15 vjet jam vetëm. Edhe se ka shru Zoti me pas një person jetë. Qa me bo? S'ka thët. Mosha janë është bërë shumë me zërt, se unë jam 42 vjeqare, unë me gjetë një djallë 36 vjeqare, 35 vjeqare s'moj, me gjetë një djallë bi 40, po mosha 40 e mashkuj besot, janë të këshirë shumë femra, shtu që unë nuk i përbaloj këtu sede, se që tash kur sa bëj keqen s'do më maksim bas. Agnetës mund të mos i ketesur në dashuri, por paka shumë një fat të ngjashëm ka pasur edhe për një tjetër ëndër të saj. Unë e kam pas ondër, edhe ku ta tham një gja Angel që inshallah nuk des pa e bu një kong, veç me pas një kong për qef. Temen, me pa vetë në YouTube,
që Agneta e ka bon një kongë Zuti, se ka shlu mu po këngëtare? Okej, nuk e kom marrë me torë me bo se kom pa që i kom që atë ndjena Zote mi qanë. Ama kom pa qef shumë, u kon ondre me dinkin familja, po so shkru. Kom qef shumë me bo një kongë, po që shkruhet, që ka me bo? Po, une kongën teme, talentin tem, une e qesë në TikTok. Une me të rëgu drejtë si fmi, kom pasë dhe me bo humar me qumiljen, vitin para lufte. Po nuk është ullem shumë humoriste, une kom qef me kënu. Jom lind aktore, po nuk jom bo. Jom lind me yllë balë për të shpia. Shi lajnë baro me hongër ritmi. Qa me bo, se pas ka shkru Zote. Për fund, një përshëndetje si që do rendi nga Agneta, sepse komentet kalojnë dhe nuk e arrin qëllimin negativ. Jo doktor nuk ka nevoj mu me më shërru, ajo i ku largu, ajo më ka smu, nëse kthehet ajo vajz mu më shëron, kthehu ti, edhe jetën mos ma nxi dashuri, nëse kthehet ajo vajz mu më shëron, kthehu ti, edhe jetën mos ma nxi dashuri. Njerëz, unë ju dua shumë, unë kom dashnit madhe, unë jam shqiptare me 2 krena, ju dua shumë respekt për juve, ju bona qefin kongën, ju këndova refren.